Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani buk misri, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Misri vazhdon të jetë numër 1 për të mbajtur konstant nivelin e kolesterolit në gjak pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrës. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte misri si dhe ushqime të varfër në yndyrë, u arritën në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitaminën B, të domosdoshme për njeriu. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultatet të mira jep nëse konsumohet me kohë, secili duhet të ketë sa më pak yndyrë në mënyrë që të ketë vlerat e tij për organizmin. Shumë e dashur në tryezat tona si një ndër gatimet më të vjetra tradicionale shqiptare. Buka e misrit mbetet mes ushqimeve më të preferuara në ditët e sotme për shkak të vlerave të shumta që ajo ofron për shëndetin tuaj në tërësi. Vlerat e arta të bukës së misrit janë të larmishme për organizmin dhe jo vetëm. Buka e misrit është krejt e mirë jo vetëm për shijen e lehtë që ka, por edhe për vlerat e panumërta ushqimore mirëbërëse për organizmin e njeriut. Buka e misrit është një thesar sa u përket vlerave të çmuara për shëndetin. Gjithashtu ajo përmban kalcium, hekur, magnez, fosfor, kalium, acid folik, vitaminën A, B6 dhe B12. Buka e misrit ndihmon në mbajtjen konstante të nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ndihmon gjithashtu në uljen e nivelit të yndyrnave. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave dhe proteinave duke shërbyer pozitivisht për funksionin e organizmit të njeriut. Gjithashtu, vërtet buka e misrit është një recetë e njohur tipike shqiptare, por shija e saj ndër vite ka magjepsur turistët e huaj që vizitojnë në vendin tonë. Nga Alpet e ftohta deri në jugun e klimës së butë, e ngrohtë, e thekur me djathë dhe shëdhir, në salca të freskët kosi dhe gjizë dhe vaj ulliri, ose e përsheshur me gjeldeti, buka e misrit është pjesë e padiskutueshme e ndër më të mirave që mund të ofrojë çdo restorant shqiptar. Gjithashtu ajo ofron vlera të larta për organizmin tuaj. Ja receta e gjyshes për gatimin e bukës së misrit në kushte shtëpie, të cilat mund t'jap përfitime unike për shëndetin në tërësi. Për përgatitje në shtëpi, sipas recetave të vjetra të gjysheve tona, e duke huazuar edhe pak dashuri në mjeshtërinë e gatimit të tyre, buka e misrit është me të vërtet fantastike dhe e freskët gjithashtu, duke ofruar disa nga përfitimet më unike për organizmin. Receta që do ju sjellim sot në këtë video për bukën e misrit është receta e vjetër e gjysheve dhe stërgjysheve tona, e cila është e lehtë në përgatitje dhe shumë e lehtë edhe në shije. Përbërësit që ju duhen janë 1 kg miell mistri, 700 ml ujë ngrohtë, 3 lugë vaj ulliri, 1 lugë gjedhe me krip. Përgatitja e bukës së misrit në shtëpi duhet të bëhet në këto hapa. Në një enë të pastër hidhni 1 kg miell mistri bashkë me pak vaj ulliri. Më pas shtoni pak ujë të ngrohtë, por më parë sigurohuni që të mos jetë i përvëluar. Sipas traditës së gjysheve tona, ngrohtësia e ujit duhet të jetë e përballueshme aq sa të durojë nëse e provoj me gishtin e vogël të dorës. Pasi keni hedhur ujë në enën ku keni miellin e misrit dhe vajin e ullirit, hidhni edhe 1 lugë gjedhe krip dhe i përzjeni me 1 lugë druri. Më pas, i shtoni pjesën tjetër të ujit të ngrohtë dhe vlojeni duke e përzierë derisa të keni masën e njëtrajtshme. Në fillim, masën e përfituar e shtrojmë në një tavë ose në një tepsi të vogël, e cila më parë është lyer me vaj ulliri. Pasi hidhni masën në tavë dhe hapni në mënyrë të njëtrajtshme, e lyeni me një furçë me pak vaj ulliri edhe pjesën e sipërme. Tavën e vendosni në furrë në temperaturë 200 gradë Celsius për 40 minuta. Kur piqet, buka e misrit do të marrë një ngjyrë të artë, të praruar dhe disa nuanca portokalli të errët. Kështu do të arrini të përgatisni një bukë të shijshme, e cila do t'jap rezultate të mira në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Buka e misrit është një nga bukët më të mira edhe për personat që kanë intolerancë ndaj glutenit.
dhe mund të shtohet gjithashtu në dietën tuaj duke u konsumuar edhe me produkte të larmishme. Gjithashtu, misri mban konstant nivelin e kolesterolit në gjak pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrnave. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë me meshkuj të cilët kishin kolesterol të lartë pas një trajtimi me produkte misri, si dhe ushqime të varfër në yndyr, u arritën rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë, sepse përmban vitamina B të domosdoshme për njeriu. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultatet më të mira jep nëse konsumohet me kos i cili duhet të ketë sa më pak yndyr. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit që janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndihen të fryrë. Ato gjithashtu mund të kenë probleme për të shkuar në tualet, sepse zorrat e tyre janë të bllokuara. Mund të jenë intolerant ndaj glutenit, por keni ndjeshmëri të lartë kur konsumohet grur dhe drithra të tjera. Nuk është e këshillueshme që buka e blerë në dyqan të qëndrojë në frigorifer. Molekulat e nisë shtesë në bukë rikristalizohen shumë më shpejt në temperaturë të ftohtë dhe bëjnë që buka të bajatet shumë më shpejt kur vendoset në frigorifer. Buka e blerë në dyqane duhet të mbahet në një qese plastike të mbyllur me ajër në temperaturën e dhomës dhe jo në frigorifer. Kështu do të japë rezultate të kënaqshme për ju. Buka është një nga lëndët ushqimore më komplekse. Ajo i sjell organizmit substanca ushqyese të nevojshme dhe vitalitet të mikrosubstancave si proteinat, karbohidratet, yndyrnat dhe mikrosubstanca ushqyese, minerale dhe vitamina. Buka është një burim interesant i proteinave, gjithashtu ajo është një prejardhje bimore. Normalisht kur vjen puna te mirëqenia e organizmit ton, njeriu bën disa zgjedhje. Dhe natyrshëm lind pyetja: cila është më e mirë për organizmin ton? Buka e grurit apo ajo e misrit? Normalisht buka e grurit është ajo që preferohet nga të gjithë, por është në kategorinë e njerëzve që do të ishte më mirë të konsumohet sa më shumë buka e misrit. Kjo për disa arsye të thjeshta. Misri vazhdon të jetë numër 1 për të mbajtur konstant nivelin e kolesterolit pasi ul ndjeshëm grafikun e yndyrnave në gjak, dhe gjithashtu mund të sjellë përfitime të mira në këtë aspekt. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është vërtet një burim i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte misri si dhe ushqime të varfër në yndyr, u arritën rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitaminat B të domosdoshme për njeriu. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos i cili duhet të ketë sa më pak yndyr. Ndaj, buka e misrit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Shtoheni atë në dietën tuaj duke ditur edhe rëndësinë e veçantë që ka misri në organizëm. Sipas Journal of Nutrient Biochemistry, konsumi i misrit redukton kolesterolin e keq, duke frenuar kështu përthithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim i kolesterolit të lipoproteinave me dëndësi të ulët përfshin reduktimin e sëmundjeve në zemër, parandalimin e arteriosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Misri do të ulë rrezikun e hipertensionit. Misri përmban fitokimikate fenolike që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, misri është i pasur me vitaminën B, e cila është e domosdoshme për funksionet optimale të gjëndrave mbiveshkore. Lëkura dhe flokët do të jenë më të shëndetshëm. Meqense ka vitaminën A dhe beta-karoten, misri është shumë i dobishëm për shëndetin e lëkurës. Gjithashtu mbron lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.